Brejkena dyshohet se ka denoncuar Edisën në polici pas një incidenti pas emisionit pas daljes së Brejkenës nga formati. Situata mes saj dhe Edisës duket se ka marrë një tjetër drejtim. Sipas burimeve të afërta me Brejkenën, pas xhirimit të emisionit ku u zhvilluan debate të ashpra mes palëve, dyshohet se Edisa ka tentuar të konfliktohet fizikisht me të. Të njëjtat burime pretendojnë se tensionet kanë vazhduar edhe pas përfundimit të emisionit, ku Edisa thuhet se i është drejtuar Brejkenës me fjalë kërcënuese, duke i thënë se do të takohemi jashtë topit dhe se do të tregoj unë ty misin dhe mozat. Mësohet se Brejkena e ka denoncuar rastin në polici, ndërsa pritet që organet kompetente të verifikojnë rrethanat dhe të zbardhin të plot ngjarjen. Deri në këtë moment nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Brejkena, Edisa apo përfaqësues të programit. Mbetet për t'u parë në ditët në vijim nëse palët do të japin versionin e tyre publik për atë që ka ndodhur pas emisionit.